Në një kohë kur arsimi kërkon gjithnjë më shumë cilësi, përkushtim dhe inovacion, shkolla Frim Dashurie në Durrës përpiqet të ndërthurë dijen me edukimin dhe formimin e karakterit të nxënësve. Ky institucion arsimor synon të krijojë një mjedis ku nxënësit jo vetëm mësojnë, por edhe zhvillojnë aftësitë dhe talentet e tyre në një atmosferë bashkëpunimi dhe respekti të ndërsjellë. Sipas drejtorit të shkollës, Anesti Shuka, misioni i këtij institucioni është të ofrojë arsim cilësor përmes metodave bashkëkohore të mësimdhënies dhe përfshirjes së teknologjisë në procesin arsimor. Misioni i shkollës sonë është të ofrojë arsim cilësor nëpërmjet mësimdhënies efektive, bashkëpunimit me komunitetin, përdorimin e teknologjisë në procesin e mësimdhënies dhe të edukojmë nxënës me një atmosferë të ngrohtë dhe respektit i ndërsjellë, duke i inkurajuar të shkëmbejnë idetë dhe nxjisin vetbesimin. Ndërsa për sa i përket kurrikulës së përdorur në këtë shkollë, zbatohet programi i miratuar nga Ministria e Arsimit. Një element i veçantë është edhe mësimi i gjuhës greke si gjuhë e dytë, e cila zhvillohet nga klasa e parë deri në klasën e 12. Shkolla ka një staf pedagogjik prej 19 mësuesish dhe një drejtor didaktik. Sipas drejtuesve, kombinimi i mësuesve me përvojë dhe atyre të rinj krijon bashkëpunim të frytshëm dhe shkëmbim përvojash në shërbim të brezit të ri. Kurrikula që zbatohet në shkollën tonë është kurrikula që është miratuar nga Ministria e Arsimit. Të gjitha programet që zbatohet që nga klasa e parë deri në klasën e 12 janë programet e Ministrisë të Arsimit. Kemi të miratuar edhe gjuhën greke, e cila është gjuhë që fillon që në klasën e parë dhe mbaron në klasën e dytë si gjuhë e dytë. Kjo është e miratuar nga Ministria e Arsimit. Pra gjithçka janë programet të Ministrisë së Arsimit që kemi në shkollën tonë. Përgatitja profesionale e mësuesve është një tjetër aspekt i rëndësishëm në këtë institucion. Çdo vit shkollor, ata marrin pjesë në trajnime dhe programe kualifikimi, duke përfituar kreditet përkatëse profesionale, ndërsa një pjesë e trajnimeve lidhen edhe me përdorimin e teknologjisë dhe mësimdhënies. Përveç procesit arsimor, shkolla i kushton një rëndësi të veçantë dhe aktiviteteve kulturore dhe sportive, ku nxënësit marrin pjesë në aktivitete të ndryshme të organizuara nga institucionet arsimore dhe kulturore të qytetit. Ndër aktivitetet më të rëndësishme përmenden Pranvera Evropiane dhe Festivali Epidamnus në Durrës, ku nxënësit e kësaj shkolle kanë arritur rezultate të mira dhe kanë fituar çmime të ndryshme. Shkolla jon ka staf nënmëtëmësues edhe drejtorin didaktik të shkollës. Gjithë stafi është me arsimin e lartë. Është e rëndësishme që këtu kemi gërshëtim të mësuesve me përvojë edhe mësuesve të rinj. Pra që shkëmbejnë eksperiencat e tyre që është një domosdoshmëri për brezin e ri, të cilët ato do futen në procesin e mësuesit për të kualifikuar edhe për të lënë gjurmë në jetën e tyre në shkollë. Përgatitja e mësuesve është parë në disa aspekte, si është kyçi kryesor për punën në shkollë. Ana profesionale është theksuar ke mësuesit që duhet patjetër që çdo vit shkollor ato do të marrin kreditet e caktuara në lidhje me pikpamjet që ka secili mësues apo zgjedhjen që ai do të bëjë në lidhje me marrjen e këtyre krediteve, që ka të bëjë me trajnimin që ai do të marrë. Si drejtori kemi përcaktuar këtë vit që të marrin kredite në fushën e IT-s, duke qenë se IT-a është para një diçka risi që do të futet në përdorim jashtëzakonisht shumë në procesin e mësimit, kemi theksuar që çdo mësues do të marrë trajnimin në fushën e teknologjisë. Kështu që kjo është një aspekt i parë. Aspekti tjetër, kemi gjithë mësuesit janë futur në rrjetet profesionale të mësuesve, e cilët të shkëmbejnë eksperjencat që ndihmon edhe kjo në ngritjen profesionale të tyre. Por shkolla nuk ka lënë aspektin e kualifikimit brendshëm. I ka dhënë rëndësi kualifikimit brendshëm, ku mësuesit shkëmbejnë eksperjencat e tyre në lidhje me mësimdhënien orën e mësimit. Kjo është një domosdoshmëri sepse kemi thash mësues të vjetër, kemi mësues të ri edhe bashkëpunojnë edhe diskutojnë, rrahin mendimet në këtë kualifikimet e brendshme që bëjmë neve në shkollë. Një aspekt tjetër që ka vënë drejtoria e shkollës në lidhje me përsëri aspektin profesional,
ka të caktuar si çdo mësues do të zhvillojë një konkurs për lëndën e tij me nxënësit e tij i lirë. Kjo është një risi se nxënësit shohin edhe mënyra të tjera se si mund të mësohet pra procesi mësimor. Për sa i përket veprimtarive, shkolla i jep një rëndësi të madhe sepse nxënësit janë ata që duhet të nxjerrin në pa aftësitë e tyre. Edhe ne pikërisht këto aftësitë e tyre i kemi vlerësuar dhe i kemi ekspozuar në momente të caktuara. Marrim pjesë në të gjitha veprimtaritë që përcakton ZVA-ja e Durrësit, që përcakton qendër kulturore, siç janë dy aspektet që janë shumë mallore, që është pranvera europiane edhe Festivali Rinor Epidamos në Durrës. Këto janë dy koncertet pra mallore që përfshin shumë nxënës nga shkolla jonë. Do të themi atë që është fakt. Kemi 3 vite rresh që shkolla pa na merr kupa njëra mas tjetrës edhe nuk dim ku t'i fusim kupat, ku i thënë një shprehje, sepse ka filluar që nga klasa e parë. Klasa e dytë, klasa e tretë është grupi i vallëve që ka marrë 2 vite rreth çmimin në lidhje me ansamblet popullore të shkollave nëntëvjeçare. Kjo është para një risi që ne fëmijët mësojnë që në klasë të parë, ata të marrin të përfshihen në aktivitete artistike edhe sportive në fushat edhe në fushat të ndryshme. Kjo është një kënaqësi që ndjejnë fëmijët dhe kur vinë me kupën këtu janë të gëzuar, të qeshur edhe janë shumë të çlirët për të thënë atë që ndjejnë ato fëmijë sepse fëmia e tregon më mirë se sa i rrituri atë gëzim që pati ku mori kupën. Kështu që këto janë aktivitete që ne kemi që marrim pjesë të gjithë. Nuk është vetëm aspekti kulturor, po edhe aspekti sportiv. Kemi dhënë mundësi nxënësve të tregojnë edhe në fushën e sportit për talentin e tyre. Kemi suksese, sidomos te vajzat, që kemi 2 vite rresh që kemi fituar vendet në çmim në ekipin e voleybollit të shkollës. Përveç këtyre, shoh drejtoria ka caktuar edhe mësues në lidhje me zhvillimin e veprimtarive të ndryshme. Konkretisht, për aspektin e festivalit të shkencave, që është një risi që e ka hedhur Ministria e Arsimit për të zbatuar në këtë vit mësimor, 2 mësuesët e shkollës tonë bën aktivitete shumë të bukura me nxënësit e arsimit të mesëm për festivalin e shkencës. Edhe është përgatitur dhe ekipi që do të marrë pjesë në rang bashkie të Durrësit. Në fund të çdo viti shkollor, organizohet edhe aktiviteti mirënjohja, ku nxënësit që kanë spikatur në fusha të ndryshme vlerësohen me certifikatat e çmime. Një tjetër iniciativë interesante është edhe botimi i një libri me poezi të shkruara nga vetë nxënësit, duke u dhënë atyre mundësinë të shprehin talentin dhe krijimtarinë e tyre. Një aktivitet tjetër që s'do të lej pa e përmendur është aktiviteti mirënjohje. Është viti i 4 që ne do ta bëjmë, se kemi 3 vite që kanë bërë, është mirënjohja. Ç'është kjo mirënjohje? Mirënjohja është një veprimtari që mbyll vitin shkollor, ku ne vlerësojmë të gjithë nxënësit e mirë në procesin e mësimit dhe të gjithë nxënësit e tjerë të cilët kanë dhënë kontributin duke marrë çmime dhe apo çmime me grup apo edhe çmime në mënyrë individuale. Kemi nxjerr talentet e tyre pra në fushë duke i vlerësuar me certifikatër mirënjohje. Kjo është një kënaqësi që ne shohim se ky numër nga viti në vit ka ardhur duke u rritur. Por ku nxënësit tregojnë talentin e tyre si në pikturë, si në vegla, si në recitime, si në poezi, krijime të ndryshme. Miles me poezitë e nxënësve kemi krijuar edhe një libër të cilën vetë nxënësit kanë botuar atë libër dhe është një kujtim edhe kjo për shkollën. Ndërkohë, Atspiro foli për vizionin që qëndron pas krijimit të kësaj shkolle, i cili lidhet ngushtë me themelimin e Fondacionit Fryma e Dashurisë nga kryepiskopi Ndier Anastasi. Fondacioni u krijua në vitin 1994 si një organizatë bamirësie jo fitimprurëse për të ndihmuar familjet në nevojë dhe për të kontribuar në zhvillimin social, arsimor dhe kulturor të shoqërisë shqiptare. Vizioni i themelimit të kësaj shkolle lidhet ngushtë me themelimin e Fondacionit Fryma e Dashurisë, themeluar nga kryepiskopi Anastas, si një fondacion i cili i dha një ndihmë të jashtëzakonshme shumë familjeve në nevojë në Shqipërinë e vitit 1994, vit në të cilin u themelua edhe Fondacioni Fryma e Dashurisë.
si një organizatë bamirëse, jo fitimprurse dhe jo politike, Fondacioni Fryma e Dashurisë ofron ndihmë humanitare me një frymë dashurie të pakushtëzuar për të gjitha shtresat e shoqërisë në mënyrë të barabartë, pa dallime politike, gjinore, fetare, racore, me qëllim ngritjen e shoqërisë në aspektin arsimor, shoqëror e kulturor. Dhe çdo gjë që bëni, ta bëni me dashuri. Është kjo shprehje e Apostull Pavlit, drejtuar Korinthianëve, i cili përbën edhe sloganin e Fondacionit Fryma e Dashurisë. E pikërisht, si pjesë e këtij fondacioni, në vitin 2005 hapi dyert edhe shkolla Frymë Dashurie këtu në qytetin e Durrësit. Dhe qëllimi kryesor i kësaj shkolle është që të hedhë bazat e personalitetit të fëmijës në përputhje me nevojat dhe prirjet e tij si një antar dhe autor i shoqërisë së sotme. Me sloganin për një shoqëri me dashuri dhe shpresë, kjo shkollë jep kontributin e saj në komunitetin dhe në qytetin e Durrësit për të ofruar një arsim cilësor me baza të shëndosha, ku të gjithë nxënësit e kësaj shkolle të jenë nesër qytetarë të denjë dhe kontribues të rëndësishëm në jetën e qytetit dhe të vendit tonë. Ashtu, siç thot edhe kryepeshkop Ioani, dhurata më e madhe që mund t'u jepni fëmijëve janë pikërisht kujtime të bukura nga fëmijëria. Pikërisht me këtë vizion edhe shkolla jonë vijon kontributin e saj në shoqërinë dhe në qytetin e Durrësit. Në vitin 2005, në kuadër të këtij misioni u hap edhe shkolla Fryma e Dashurisë në Durrës, me synimin për të ndërtuar themele të forta në edukim dhe në formimin e fëmijëve. Me sloganin për një shoqëri me dashuri dhe shpresë, kjo shkollë synon të edukojë nxënës që nesër të jenë qytetarë të përgjegjshëm dhe profesionistë të aftë. Edhe përfaqësues të tjerë të institucionit theksojnë se kjo shkollë është më shumë se një institucion arsimor, pasi synon të krijojë një komunitet ku nxënësit rriten në një klimë sigurie, respekti dhe dashurie. Shkolla jonë u themelua nga i lumur i fortulumëturie e tij të kryepiskopi Anastas në vitin 2005 të Fondacionit Frymë Dashurie të kishës, me një vizion më tepër se një institucion, për një vatër formimi kulturor dhe dashurie. Pikat kryesore që na përcaktojnë neve si shkollë nga më të mirët e Durrësit, po ju citoj disa. E para është cilësi e lartë akademike. E dyta, staf të kualifikuar dhe me përkushtueshmëri. Formimi tregjuesh i shkollës është përcakton dhe kulturat që futen në shkollën tonë. Investimet të padiskutueshme në infrastrukturë, përdorimi i teknologjisë dhe në mësimdhënie, aktivitete kulturore, artistike dhe sportive të shkollës, bashkëpunim shumë të ngushtë me prindrit dhe klima e sigurisë dhe dashurisë në shkollë. Dhe e fundit është inovacion të vazhdueshëm dhe kohor që kemi. Dhe synimi kryesor është të kemi vetëm nxënës të mirë, por të formojmë qytetar të përgjegjshëm, profesionist dhe të aftë dhe kryesorja me një zemër të madhe. Unë si drejtues 15 vjet në këtë shkollë kam ndjekur i bindur me përkushtueshmëri, unitet dhe dashuri. Me përkushtimin e tanishëm të fortulumëturisë së tij Ioani, ne do ecim akoma më përpara në vitet në vazhdim. Ndërsa për mësuesit, puna në këtë shkollë nuk është thjesht një përgjegjësi, por një mision. Jam mësuese arsimit fillor për 7 vitesh në këtë institucion arsimor. Dhe kjo përvojë ka qenë një nga kapitujt më të rëndësishëm të jetës time profesionale. Gjatë këtyre viteve kam kuptuar se mësimdhënia nuk është thjesht përcjellje njohurish, por ndërtim karakteri, besimesh dhe ëndrash. Le të vazhdojmë të punojmë me përkushtim dhe zemër, sepse çdo nxënës që edukojmë sot është e ardhme që ndërtojmë nesër. Kam fati të jem pjesë e kësaj shkolle për 15 vite, si mësuese gjuhës greke, por edhe si prind.
Gjatë këtyre viteve, kam parë çdo ditë përkushtimi për edukimin, rritjen dhe mbështetjen e nxënësve, si dhe përpjekjen për të krijuar një mjedis të ngrohtë dhe më cilësor për të mësuar. Si prind, kam ndjerë gjithmonë sigurinë dhe besimin se fëmijët e mi po rriten dhe formohen në një mjedis që vlerësohet dija, respekti dhe bashkëpunimi. Kjo shkollë mbart frymën dhe vizionin e të paharruarit kryepeshkopit Anastas, i cili me urtësinë dhe dashurinë e tij i dha shpresë shumë njerëzve, si dhe i kushtoi një rëndësi të veçantë arsimit dhe formimit të brezave të rinj. Sot udhëheqja dhe vizioni i tij vazhdojnë të mbështeten dhe të zhvillohen nga fortlumturia e tij kryepeshkop Ioani, i cili me përkushtim dhe dashuri për nxënësit vazhdon misionin e formimit shpirtëror dhe edukativ. Do doja ta mbyllja me një thënie të kryepeshkopit Anastas. Arsimi dhe dashuria janë forca që formojnë njeriu dhe ndërtojnë një shoqëri më të mirë. Vetë nxënësit e shkollës Fryma e Dashurisë na thanë se shkolla është një vend ku ata ndihen të mbështetur dhe të motivuar për të mësuar. Unë jam shumë krenare që jam pjesë e shkollës time, sepse për mua nuk është vetëm një vend ku marrim mësime, por një vend ku rritemi çdo ditë. Në shkollën time kam mësuar shumë gjëra të ndryshme, por kam mësuar edhe si të jem e përgjegjshme, e respektueshme dhe bashkëpunuese. Mësuesja ime është gjithmonë e mirë dhe ajo më mbështet dhe më motivon. Ajo mua më jep më të mirën. Ajo nuk më mëson vetëm nga librat, por edhe nga përvoja dhe shembulli i saj. Atmosfera në shkollë është shumë e mirë, ndjehem e sigurt dhe vlerësuar. Marrim pjesë në aktivitete të ndryshme, kulturore dhe edukative, që na ndihmojnë të zbulojmë talentet tona dhe të fitojmë vetbesim. Shkolla ime është më tepër se një institucion arsimor. Ajo është vendi ku kaloj një pjesë të ditës time, ku rritem, mësoj, gaboj, përmirësohem dhe ndërroj për të ardhmen. Përshëndetje, unë jam Kasianila Panza, jam nxënëse në klasën e 7. Fillimet e njohjes time me këtë institucion kanë nisur që në vitin 2016, kur unë erdha për herë të parë në kopshtin e Frymdashurie. Më pas kam vijuar me ciklin fillor dhe deri tani që jam në shkollën nëntëvjeçare. Qëndroj në këtë shkollë shumë e lumtur pasi ka një frymë ndryshe, mendoj unë. Kemi një marrëdhënie shumë të afërt me mësuesit, ato janë gjithmonë pranë nesh për të na dhënë një nxitje të mirë, që ne të shprehim dhe të japim dritën tonë në vendet ku ne shkëlqejmë më mirë, në fushat ku ne jemi më të mirë. Jam e lumtur që jam në këtë shkollë, pasi është një mundësi shumë e mirë që të shfaqim veten tonë, të tregojmë më të mirën e vetes sonë, dhe jam shumë falënderuese për çdo mësues që na ka përkrahur dhe vazhdon të na përkrahë në çdo hap tonin. Së pari dua të them se vlerësoj shumë komunikimin mësues-nxënës, vlerësoj shumë që mësueset tona janë të gatishme dhe të përkushtuara për çdo nevojë tonën. Atëherë kur kam ardhur vjet për herë të parë, jam habitur shumë nga mirëpritja e mësuesve dhe nxënësve, që kur kam ardhur ato më kam mirëpritur shumë mirë, mësuesit janë gjithmonë pranë nesh dhe në çdo hap ato na ndihmojnë që ne të ecim përpara. Në këtë shkollë mësueset nuk janë thjesht mësuese, por janë më shumë, ata janë udhërrëfyese tona, të cilat na ndihmojnë në çdo moment dhe na shtyn që të bëjmë gjëra që ne ndonjëherë nuk kemi vetbesim tek vetja. Në fund të fundit, përtej rezultateve dhe aktiviteteve, ajo që mbetet më e rëndësishme është kujtimi i bukur që shkolla u lë nxënësve të saj, sepse siç shprehen edhe drejtuesit e këtij institucioni, dhurata më e madhe që mund t'u japësh fëmijëve është pikërisht një fëmijëri e mbushur me kujtime të bukura dhe me dashuri për dijen.